Pak nga pak, ashtu si çdo zakonisht çdo vit, shëndetësia lungomare po zaptohet nga subjektet private. Sa më tepër afron sezoni veror, aq më shumë shtohet etja e bizneseve në Vlorë në funksion të turizmit për të patur më tepër hapësirë. Hapësirë publike kjo, e cila sigurisht përkthehet më pas në më tepër klient dhe njëkohësisht në më tepër përfitime. Ndaj ky fenomen, me sa duket, ka sjellë abuzimet e para në hapësirën publike e cila sigurisht, nëse nuk do të merret masa, do të pasohet nga të tjera abuzime. Megjithëse në subjektet private të qytetit të Vlorës, në fillim të këtij viti, ka nisur matjet për hapësirën publike të cilën ata do ta kenë në dispozicion me procesin e matjeve, i cili tashmë edhe ka përfunduar, ku shumë subjekte private kanë paguar sigurisht detyrimet për shfrytëzimin e hapësirës publike si pjesë e mbyllur e bizneseve apo edhe pjesët e hapura, të cilat ata më pas i përdorin. Por me afrimin e sezonit veror, pak nga pak, pjesa më e madhe e bizneseve ka nisur të dalin edhe përtej kësaj hapësire, duke tentuar sigurisht që të marrin qoftë edhe 1 centimetër më tepër, i cili më pas përkthehet në më tepër vlerë financiare të arkëtuar. Krahas egos së shumë bizneseve në Vlorë për të zgjeruar, një tjetër fenomen negativ është edhe fakti i zaptimit të territorit nga ato të cilësuara si pjesë të dekorit të këtyre bizneseve. Shëndetësia lungomare e zën totalisht nga vazo të mëdha me lule, pemë të mbjella nga bizneset, vende të biçikletave, si dhe tenda informuese të destinacionit apo edhe të çmimeve. Megjithëse në ligj është përcaktuar qartësisht që pjesa e dekorit dhe pajisjeve informuese duhet të vendoset në brendësi të hapësirës publike të çdo biznesi, në Vlorë ndodh krejtësisht e kundërta. Pjesa e dekorit, tabelat informuese, vendosen në hapësirën publike të pashfrytzuar nga këto biznese, duke zaptuar edhe më tej shëndetëren lungomare, atë shëndetëre e cila u krijua enkas për këmbësorët, por faktikisht po rezulton krejt e kundërta. Një shëndetëre nga ajo e qytetarëve, e kthyer sot në shëndetëren e bizneseve, e shfrytëzuar në çdo pjesë nga këta të fundit.